vërtet apo jo? Shikoje deri në fund. Tjetër që dhe Gjithë do jepsh nuk më drejton ti se çfarë duhet të bëj. Do jepsh se do bëj shtetin me. Nuk më drejton ti. Në rregull. Unë se drejtoj ti çka shumë njëri poshtë, ti çka shumë njëri ti, mos besueshme. Ti çka njëri. Të lutem më jeni sa shesur, çaj kështu, për ta Çfarë më çdo gjë. Se nuk të parë çaj njëri. Ora çfarë flet ti më? Po po vit në ju. Ose ta bëj Shkujtoni ju se jetë. Po të bëj. Unë marr vonë nga Shqipëria në mënyrë me ke flit në, me ke doni mutal ju, me mu. Me mu doni mutal ju më. Kush po ta? Kush jeni ju, hajdu ta Shqipërinë doni marr mu me vjan mu. Po çfarë të vjen ti? Jo. Pa jeni rëzi apo jo? Gjojnë, ke 24 orë me këtu gjitha lekë shqiptarëve mrapa. Kaç, unë si fjallë tjeve shka. Kjo është smuna që çaj Unë do të dalë të shtata nga kjo spital jashtë. Dilore Do për të çfarë shajë duash? gjithë njerëzit. Me telefonata, doktora, me shqiptar. S'ke halë, me pas halë ju ja dini dikuj për njerë. Unë kam lafë fmitë e minë rrugë për ju. Kush të tha që s'ta dim për nderë? Ju dini për njerë, si gjatë të turën i mund. Kam marrë gara vjetë, kam për spitali ma të mirë të botës. Kam për spitali ma të mirë të botës. Ti kene më thu mu nuk kam basi gjatë. Ti kene më thu është mu Kush të tha ti për ma gjekë? Kjo është edhe dita kur ajo thot Elim ka kërcënu, Elim ka marrë zvarë, se që thot e djetë diçka. Kjo është dita e fundit që ndole për mirë pashim, thash. Ju keni më këthy tëna lek shqiptarëve cikëm cik, ose do t'ju fusë në burg. Edhe ajo thot që këtë ditën e ka marrë, si qatë ta ma shumë nuk e dhja. Kisha dash që të myllët kjo punë, kërë t'i kthejnë ato lekët, më lajnë rahat. Edhe t'i vem ka pak kësaj punë. Se nuk du as me pas njëri keq, me thonë drejtë. Kam hy për mirë, kam hy me u ba njerë, kam hy me një mu, ndoli keq, unë e kam pas për detyrë me i bak të gjana publike, sepse nuk kam mujt me i lanë me vjallë lek të dërnjas, se unë kam dalë aty 10 orë të i kërku tanë shoqnisë teme, tanë njerëzve të mi, aman hajden e një mojni, hell një 5 euro, hell një 100 euro, hell një 10 euro, aman hajden se kjo vajzë s'ka nevojë. Dhe kanë arë shumë njerëz të mi, shoqnije, njerëzve kusheje, dhoj njerëzish kanë arë që i kam thirë dhe kanë hell lek, të shumë nuk musha me lanë këta njerëz me i vjallat e lek e mu shduk. Me gjithse, kisha pas qef dëshirë që të myllët kjo muhabet, se nuk kam ko mo, as dorim, jam shumë i stresum. Me kjo gjatë se dëllë për dit këta gjari, për dit mundohen, jo kështu, jo tha kjo njerëz, unë i kam çdo gjë me prova. Mos u munoni kot, mos u munoni me i dal kot manet, jo bani ky, jo ky kështu, jo ky ka i vip, jo ky shaj me rë, pas shaj me nan. O shok, unë i kam gjanat me prova. Ja u kam dhanë me prova, ja u kam dhanë me telefonata, me doktor. Ja u të rëgat marroj me Aleksin se një gjëmër ti Aleks. Geralda, kur e mori vesh që unë një odzora lajmin, e o gjeda hajnin, u qu, mori valigje dhe igu me vrapë dhe erë të ti. Erë duke të për lajme me ty. Ka të regu Eli këtë video, atë video. Punë e badhe. Punë e madhe. Po ti e zëtëri, që s'pas ke gisht në këtë punë, pse ta hapin telefonin ty sa i merë në telefon ti? Pse të ndëgjojnë ty, shkoni këtu, shkoni atje? Pse sa mi qënë njerëzit e vetë me i marë direkt, me i largu? Pse shoqja e ngusht vjen të këti të bje lajme të bukra ty? Ha? Pse ajo gjeri, ajo tjetra, rinë me ty në telefona 24 orë? Pse ta hap ty për në vera telefonin me vrap? Kur unë asë numër e telefonit nuk ja kam.
Ha? Më thuj pak mu, ti që je i pafajshëm. Më thuj pak, pse më shoku? Ti del aty me më tregu mu se kam Ferrari, kam Lamborghini, del me Tiranës, del këtë dushë, shok thash, se ta kam thënë edhe më parë, nuk ka kush gja me ty. Me pas me ty, a di sa i vogël jeti mu kap. Sa se ke idejnë. Në një portat e publikut, se i njofi njerëzit kush je, sa prove, sa historike e, qa kemi supet, njofi njerëzit. Bigjos, li, hajdut, del në TikTok, shoh njerëzit me rap, ta shimo shumë, nuk e di se qa keti. Kështu që mas se qa ma gjatë, kush jam unë e kush jeti. Se kam hy për me i kthy lekt e njerëzve mrapa, si që i ke marrë ti, kur e ke marrë vesht, që do t'ju bajt denancim. Ke hy me vrap i ke marrë lekt mrapa. Thanë që pakten lekt e mija mos të djegen, punë e madhe për ato që kena pas me nda, u ba, hajt. Ke hy ke marrë lekt e tuja me vrap mrapa. Ndeni këto filmat, që e të bati, janë filma, kështu i kena pa ka herë, që fmi. Që që rrim punë tane, që se i pa fajshëm, si që thu vedit, dil me prova, edhe thu jam i pa fajshëm. Jo, kërken. Kërkush live herë. Se s'kam hi me bo kërken politik ma s'ken ova, du me s'shawi këtë ma beta me ik punë teme. Nuk du kërken live. Kështu po të thot e li ty. Ti që i thu vedit i pa fajshëm, me gjithë semin tanë, unë po të them që nuk je i pa fajshëm. As ti, as semi. Keni ba 1100 gofondi, keni vjallë këta lek vetë. Me i këtë skem që e batë këtu, jeni duk bukur, ma parë, se kanë kuptu njerëzit, të shtu e qoj zoti më ardhë me ju hasë sharë angosht e unë, edhe sot tërboheni, nëzirë një dhoj fjallësh, dhoj muhabetash, i bani jeli këthej, nuk mundeni me hell hi syve të poplit, me hell një mu sa doni, njerëzit i shonë jam të hell tana me prova, edhe kam shumë ma shumë, i kam mrujt, i kam lanë se thash kjo vajza, do i kthejnë lek mrapa, do ikin punë vetë, që mos merë mamet e. Po këtë vajzën, ju jeni të e marrë në qafë. Ti, edhe Semi, jeni të e marrë në qafë, se jeni duke e mësu shumë gabim. Qoja mamit ato, ti, bondi, qoja mamit ato, fjonxhet, bani blok i ti. Me hell, hi syve të njerëzve, unë po ju tham, më leni rahat, se kam shumë, ma mirë mos të nxjerrë çdo gjë. Ma mirë për ju, mylleni këtë muhabet, ktheheni lek njerëzve, edhe unë shkojnë punë teme, ju jeni punë tuaj. Nuk kam punë, as ju përmeni mo asnjë, as Aleksin, as atë plakun Matuf, këto familjarët, jo. Leni ti ato do i hapi $1 milion, se kush ta hedhin ty $100 shmrapën, ju thaf dora. E kush dojnë me hedh lek për bigjozin tanë, ti hape 1 milion, e hape 3 milion ti për mu, go fondin. Po ajo nuk ka nevoj për lek. Ose nej puna ka shkru aty, thot, na kanë ba, thot, siguracioni i shuranca falsë, thot, për me marrë lekt. Shtëgojt e ku arrin puna. O njerëz, kush jeton në Amerikë, jeton në këtë vend, o njerëz, kush jeton në to, se këta të paditurit e Dubajt është tjetër. Kur shkon në një emergency hospital, cilin do në New York City, hynë emergency, flasim spital shtetënor, që ka emergency të hapun. Hynë emergency, ke letra, s'ke letra, ke dokument, s'ke dokument, ato të marrin, sepse është me ligjë, mos me të kthy mrapa. Kush jeton në Amerikë, ku jetojon, kush jeton në New York, ku jetojon, qoftë se jam të rajt, dilni aty live më të rëmthuni, jetu rajt. Shkon në emergency room të marrin. Emergencia i dha me pasaportën e vajzës. A keni insurance? Jo, s'kemi, kemi lek. Ja kam thënë, sa kena hynë der të spitalit.
O zotëriza, nuk ka pun lek shtu. A keni insurance? Nuk kemi. Okej. E shtru me zër. Me zër. Se thot, a jam, a i me atë shoqnin e vetë kanë deshme. Unë kam ba, se po, kam pas i njëri që punon në presbiterien. Edhe e kam ba, aman e vla, si me a ba me e futi këtë njëri, se është me pasaport shqiptare, është në hallat të dek. Të shi ajo dele thot, e lidhët me shoqnin e vetë. Shoqni, ajo asë se ka patë për sot. Që unë e kam fut për 6 orë e kam shtru në spital. Kemi hynë në spital, mas 6 orëve a shtru, kemi shku në dhomë. Doktori vetë, ka ardhën, ka thënë, gjë këtu zëtëri. E mora se ja të regova historinë, i thosh shukshu, është ba një gofond, janë ka shlek për transplantin, se unë gjithë një, me një eme kësoj duhet transplant. Edha i thot, në gjë, thot, transplanti thot, nuk është ashtë sa keni ju në gofond, mund t'jenë ma pak, mund t'jenë edhe ma shumë, por të duhen $3 milion garanci. Jo që ti moj, tha unë bilu, u bëna nervoz, me thash, wow, nga për i zjarë të numër ati thashe, $3 milion, në nërojmë zemrën, qa po thu? Tha, jo, tham, keq kuptove, tha, duhen garanci, që ty për shamo do vish të do thush, okej, unë i kam $3 milion në bank, edhe vazhdoj me këto lek që janë nga gofondi. Na lu kjo pjesa, ne do bëjmë, tha, të gjitha analizat, pastaj do ta marrim venimin ma vonë, ta shohim. Por në këtë kohë, tha, ne si spital, muna me bë një emergency insurance, një siguracion emergencie, që ta jep spitali. Për vajzën që është shtruar në spital, për gjelpanat, për sorumet, për analizat. Kjo insurance ta timulon neje në vajzë 2 ditë, 3 ditë, 5 ditë sa të rinë në spital. Edhe unë thash po, pse jo? Pse mos me jarujt, se ne po presim për transplant me harxhu lek. Nësë po presim me hi me prek lek të gofondit për soruma. Po thash, shumë mirë, faleminderit, tu e falenderu doktorën, edhe u ba ajo siguracion, çdo dokument është për spitalin. Tashi, unë mundova, po të njëjtin spital, të fol me ato që, okej, thash, edhe në qoftë se nesër, mas nesër, ka nevoj për transplantin. Si mund t'ja bëjmë, thash, që kjo, ike mos ma qoni live-in si më shment. Si mund t'ja bëjmë? E bëni apostafat ju këtë pjesë, po hajtë. Edhe unë i thash doktorit prap, edhe thash, si mund t'ja bëjmë, thash, në qoftë se kjo vajzë nesër ka nevoj për transplant, a ka një rrugë dalje, që siguracioni me amullu çdo gjë, ta shohim a mund t'a bëjmë, tha doktorit, por nuk e mendoj. Gjithsesi, tha të presim biopsin, që të vinë, ta shohim tamam se qa ka vajza. Okej, ka që ishte e gjithë biseda, nëpërmjet mejet, Suada, motra e kësaj mashtruses, edhe kjo mashtruse aty e shtrime në shtrat. Gjitha këto biseda janë ba në dhomë, ku pranveja ishte e shtrume, dhoma ka kamer, mi televizor, kamer është me za. Që do të filloj edhe unë tash më marrë me denancime, se kjo po më banë mu dhe përsen aty do të denancoj, thot. Nuk mund denancosh ti mu për fjallin e lirë, shko denancosh sa dush, po zonjush, nuk jetojmë në Arabi Saudite me princat, me eskortat e Arabis. Kush i heko këta komentit, mos i heq. Ose si dush. Nuk jetoj në Arabi unë atje, ku menon ti, po jetoj në Amerikë, ku është e drejta liri, e drejta fjallës. Unë flasë shatë du. Edhe nuk në alon ti me denancimet e tuja, mund bësh denancime sa të dush. Sot të dush të ik, banë për ditë, ik flajt të dera policis, musko e ka famë, janë i to dhojt të femnave që silën se s'po du, edhe arrin puna mu ba gjithë bashkë, hapim GoFund. Si do bëjmë lek tash për këto 6 muaj të ardhshëm, bëjmë gjys $1.000.000, $500.000, okej. Unë do i fus 80.000, që ti i baj njerëzit tjerë me fut,
Edhe si që nëllë, bom, futej, hulli kë nga burgu, hulli ja nga ura lumit. Ore, ti ka ke psikopat o shoka, që si e ke halin të ovo, unë thamë zdu me të fut, ti prap ma qanë? Edhe këshu i vjellin, go fondet. E të shojnë popin dhe më thanë në kam, se pëjtë se ka hell Sami 100.000, është normal, kjo nuk i hell kotë, se për t'i hellin Sami nuk ka rënë, se Sami bota, Sami a hajduti më i malë. Qa ka TikTok-u, qa ka shqiptarizmi, ka vjell në Dubai, ka vjell gjithkun, me karta, me banka, me gjana, sot, a kuptoni, kjo tjetëre hajduti më i malë prap. Hajdut shpia, shpej një dali, dhe në Londër, e në Shqipëri. Tesh në delën bën burin e mirë. Jam, filani unë, na dim kush je. Na dim kush je, njohëm, nuk njohëm sot. Ti dim veprat e tuja. Rëj vazhdo me veprat e tuja, po jo me mu, nuk t'ec. Nuk t'ec me mu, keni hy, me më shkel mu me kam, unë kam hy me drejt Zotit. Zoti fiton. Jo, hupni. Kaq. S'kam unë fjallë tjera me ju. Keni vjellë shqiptarë të 7 vjetë, të 5-6 vjetë, ma shumë qështë se keni hy në për këto rjetë. Keni vjellë e keni masakru. Gjithkan, gjithan, për mu dhe 5 euro që ja hell njani nga fund, për mu ja ke vjellë, se e në është ta s'ka mo. Kam këtu mesajin, më shkruj Noel Parubi, 50 euro kam pas në shpi, 20 euro ti kam hell ty për atë vajzën. Më lem shpirë të kureni. I kam i tu njerëz mesajë që mi shkrujnë. Kurse jo, delni aty më bani mu, jam filani, eci me Lamborghini, eci me Ferrari, kuj di plasi me qa eci? Kuj di plasi? Ka ik 97 më shoku. Benz 2400, të veshin 3 vajza mrapa. Ka i ka e ko kush pjartë për makina tuja sot ma shok. Kush pjartë ma. Shko të Noizi. Ti ka 5 milion euro makina. Shko, aje zoti me shku, mu kap me te. E ka barë bën Bejazli, katunësh, dele më thumë, mu jam kjo, jam aj. Merëni me njerë si janë me grada, kanë luftu ta njëtën e vetë më ba dikushi, ti ke luftu ta njëtën dane me lutë Bejaz. Bejazli, qa ban ti? Kush ashtë Noizi, kush ashtë taj, po se ashtë e ka mos i afrosh Noizit, po ta thamonër. Dhe Noizi i marmit makinët e shet, edhe i blenë edhe 2 makina si këti. E të s'kojës bëthën. Noizi si ka ba lek të vjallë go fonda. Apo më lera hatë. A kuptove? Noizi si ka ba lek të vjallë go fonda, as të vjallë shpia. Noizi ka ba lek me zanë vetin, me djerës vetë. As ka shi droga, as ka vjallë shpia, as ka vjallë go fonde, as hynë TikTok hiq. Si ti, si rëngjë ditën aty. Të shal njerëzit me rëpë. Noizi si ka ba, dhe Noizi ka ba punë në shok. Në kush ta keni natë, ta keni, unë flasë drejt. Noizi vje koncert mërë $100.000 në shok, e fut gjep. Ta mush venin plot, ta ban sa s'ke ku me nej ma, kush e ka i natë, ashtu e paf për natë. That's it, nuk kem të i dalë zot Noizi të gjallë që ta dish, po të diftoj se kush a Noizi, kush je ti. S'munesh me hy, se s'ka nevoja imi dalë zotun, se ka bëllë, i ka gango, i ka rrëthë rrotë, dhe i nëllë fërë. Po, shif vedin para se flet për atë tjetërin. Shif me qa ke ba ti, e ku i ke ba, e ku i lën Bejaz, edhe shif atë që i ban me mund vetë. Se edhe aje ka postu këtë vaj, se naja kena kërku. E ka pas drejt edhe aje me dalë me thonë, o bo, qa o bo, mos si ka mundësi. Unë ja kam kërku edhe Noizit, aman postoje. Ti del aty të, sa ka thanë Noizi? Noizi ka thanë, ja qa është, jeni hajduta. Qa ka thanë? Me gjithë atë, s'pa kam që me folë ma për asken, unë